Vranësia të dukshme në territor, mundësi për reshje të pakta, por reshje të karakterit lokal të lokalizuara kryesisht në zonën e mbi Shkodrës dhe në skajin verior të Shqipërisë. Pjesa tjetër do të mjaftohet me kthjellime dhe vranësira gjatë gjithë ditës së sotme. Termometri sot shënon një rritje në mesditë, kemi një maksimum rreth 24 gradë Celsius. Kjo kryesisht në zonat jugperëndimore, por çfarë do të ndodhë për 5 ditët vijuese? Mbetemi pak a shumë në të njëjtën tablo sinoptike, ku vranësia do të jenë prezente gjatë gjithë ditëve nga dita e sotme dhe në vijim, përfshirë fundjavën, por edhe fillimin e javës tjetër, duke bërë që edhe nesër të rrezikohet skaji jugperëndimor nga momentet e shkurtra me pika shiu vetëm gjatë orëve shumë pranë mesditës. Pjesa tjetër e ditës së njëjtë kryesisht me kthjellime dhe vranësira kalimtare, ndërsa e premtja dhe dita e shtunë dhe pjesa më e madhe së dielës me kthjellime dhe vranësira kalimtare shtohen dhe fuqizohen vranësirat në pjesën e dytë të së dielës, krijohet mundësia për reshje të pakta shiu, por edhe reshje të bojë në zonat malore, ndërsa dita e hënë dhe në vijim për disa ditë me radhë pas ditës së hënë. Të paktën 3-4 ditë me reshje shiu dhe dëbore thuajse në të gjithë territorin shqiptar. Megjithatë në detaj do t'japim në vijim, të qëndrojmë tek vlera termike, tham sot rreth 24 gradë Celsius maksimum në rang territori. Nesër kemi një rritje të lehtë të vlerave termike në orët e mëngjesit për shkak se qarkullimi masave ajrore do të vijojë të jetë jugor dhe gjatë ditës së njëjtë dhe deri ditën e shtunë ruhet një maksimum prej 24 gradësh, jo vetëm në zonat e jugperëndimore, por edhe drejt zonave qendrore të Shqipërisë. Kemi një rritje të vlerave termike mëngjesin e së premtes, por një rënje të lehtë në mesditën e së premtes, vijon e shtuna pa shumë ndryshime nga 0 deri në 23 gradë Celsius. Dita e dielës sjell një rënje të lehtë si në mëngjes dhe në mesditë. Ndryshon qarkullimi i masave ajrore, kemi një qarkullim veri perëndimor, prandaj dhe presim -1.22. Ndërkohë, e hëna dhe në vijim sjell një rënje të vlerave termike për shkak të prezencës së vazhduar të vranësirave dhe të reshjeve. Janë disa ditë, theksoj, nga data 21-22 dhe në vijim janë disa ditë, priten disa ditë me reshje, shiu dhe dëbore në territor. Ky është i gjithë informacioni për dita jonë, vazhdo shihemi sonte në mbrëmje.